Mirëmbrëma Selim dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfimi Jete. Mirëmbrëma, mirë se vizita, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë edhe ty që ke gjetur kohën që t'jesh sonte me ne dhe me shikuesit tanë në emisionin Rrëfimi Jete. Besoj që kemi shumë gjëra për t'i biseduar gjatë këtij emisioni. Po, faleminderit edhe herë për ftesën. Selim, në emisionin Rrëfimi Jete ke ardhur për të treguar një rrëfim pas 14 vite për herë të parë je bërë baba. Me të vërtet një përjetim, një diçka që nuk është se për herë të parë në këtë studio do të rrëfesh për këtë histori. Kjo histori ka bë shumë mbujt madhe në rrjetet sociale, duke postuar sepse me të vërtet është një ndjenjë e veçantë. Para se të kalojmë të rrëfimi, më intereson si u njohët me bashkëshortën tuaj para sa vite edhe si ishte njohja juaj, fillimet tuaja të dashurisë? Unë kom shku në Itali në 2006 edhe në mena në viti i kam bërë dokumentet dhe kam marrë në pushime në Kosovë tani. Kam marrë në maj 2007 edhe kam taku të shkolla në bazë një kushërinës tem. Jenë kom me një klasë me atë kushërinën, me malësoren. Edhe aja malësore, unë i thësha malësore, më i me pi kafe me këtë qiken. Aja ma bajke jo Selim se prishnë me familjet saj, se i ka pas familjen këtë në Gjermani. Edhe i thash, pa hajde vis një kafe të apim, se pun pëlqen edhe të apim një kafe. Ma shkurt e banëm punën, dollëm pitëm kafe, edhe nuk më refuzoj. Edhe pas se kemi fillu në maj 2007, tani jemi feju me 31 gusht 2007. Do të thotë që për herë të parë, me shikim të parë, ke rënë dashni? Jo, unë e kom përcjellë disa herë rreth shkollës. Do të thonë nuk ka qenë hera parë. Jo, aja mu nuk më ka njohur, unë kushërinën tem po pas kushërinës nuk i kam vallëzuar, ma dilsha te shkolla dhe e bajsha atë vëzhgimin. Edhe një 3-4 ditë edhe posh e përcjella që shurgjetja u po ke edhe ma shkurt po që edhe më pëlqej edhe që ke mirë u po edhe që shku menu atëherë dhe i tash që ashtu më ka dalë. Dhe në 2025 në tash, 2007 s'ka ndryshuar gjë, edhe ma shkurt nuk jam pjeshman heq për aton që ku më ngohet masojnë edhe në shkollë. Do të thëtë nuk është se ke vrapu shumë kohë gjatë? Jo, me të drejtën një 10 ditë. Një 10 ditë, po, 10 ditë. Një te ja ku mush menën në kushërinës, që me da me fikove, tani dollëm edhe pranoj, tani erdhëm ka ardhë edhe në katën të shuqja vetë me nejtë. Unë e kom pos kushërinë, kemi nejtë edhe aty tani të e trosh muhabetin ma shumë, edhe pak njerë jemi konë së kuna që shtojnë në zezën, në vëden. Sa ko keni shumë zezën? Prej moje deri në gosht. Në gosht tani kërkar, familja sa për Gjermanie, se kur të na që shështë atet mja që mësitin, ja kom që dojën edhe s'kanë bë fjallë. Edhe u feju me 31 gosht 2007. Për sa ko keni qenë të fejuar? Para se të matone? E feju në 3 vite. 3 vite për shkak se gjendja ekonomike akon pak e rënë, nuk e kom pas shpinë kom me ditë sa të mirë, po edhe nuk e kom rrejt në usën, kur jemi taku, jemi njoft, ka pranu me artë e shpia dhe ka pas shpien, disë Albania jati këna pas. Që ata në thashtë qëre, që kjo është pasunia jem, ta marrë me një s'kam qef më të rrejmë, më të marrë në qafë, që kjo është pasunia jem, edhe aja, për më pizotën një mazin tonë, ma voni tha mu së më interesant të pasunia, po më interesant më konë njëri. Që mos me pas probleme. Selim, ty me të vërtet shumë i sinqertë, nuk ke pas frikë, do më thonë momentin që ja ke prezentu shpinë, edhe nuk është se ke pas një pasunit madhe, që ajo po të tërhjekët? Jo, aja, unë thash që ku ka orë mu, aja më ke epizodet dhe mazi, se unë thash, i më shku në Itali, edhe për, mësi më shku në Itali me punu, me bo dishka tani masanina, mësi më feju, në qatë kohë edhe kom njësë edhe shpijen tani. Dyjat edhe u fejova edhe kom njësë shpijen me maru. Edhe kanë orë më mnimu tani edhe shëshni, se e dishin si rrëth kama kanë orë më mnimu, e tani që aty e ka po që edhe nuk jam unë i rrugëve, po me hecë para.
Edhe tani për ata nuk ka refuzu kur gjo, edhe asaj me sigurisë edhe asaj ku më pëlqy, se mos mi pas pëlqy më shton jo direkt. Edhe Po pastaj, pas 3 vite fejes u martuat. u martova me 9 gusht 2010. Edhe aty kom bën dashme në restoran të Kështjella në bojt Malishevës. Selim, pavarësisht kushteve që nuk keni pas një shtëpi të mirë, do me thonë, a hengu nuk ju ka mungu në familjen tuaj? Kam hi bërsh për këtë punë, me sineta 3 vjet i fejum, kom hi pak bërsh se edhe shtëpia edhe dashmja dyja, se kam bërë dashëm edhe në shtëpi edhe në restoran. Me të vërtej dashëm të madhe? Po, dashëm të madhe edhe baba kishte qef se isha më i madhi prej vllaznive, kishte qef me bë dashmën edhe banëm. Normal, me shoqënia që më ka ndihmu se vetë nuk kom pas mundësi më rrin krejt. Tashti që kom bë banketën e qikës, aja ka mujt. Pase që ju martuat, pas sa kohë menduat mu bo prind? Na 1 vjet e lam, sikur krejt. Hajt 1 vjet pe lam, pa po shumë, edhe s'kemi shku hisna për mjek. Mas 1 vite e banëm planin për me bëhë fëmijë. Edhe provum, nuk u bë. Tani mas nej fillum me mjekësi. Kam fillu një në komunën tonë Sarik aty. Përdashim me ilaqe që ishin ata me analiza në aty. Edhe nuk u bë. Mas Sarikës, tani në krejt Kosovën nga të ja, që jem kona për njek, për me provu. Edhe nuk e deshti, në Kosovë nuk e deshti hes. Pas Kosove? Pas Kosove, e mora nusën në Itali, me si abona letat në Itali, kam shku në 2019 në Gjermani. Gjermani të familja nusës kam nejt, edhe aty kam shku e kam me provu për puna fëmijës të mjek, kam shku të një mjek një Turqelin ka konë, më ka që një shok i Stogit, edhe më tha që vllavi jam ka fëmijë të që kja mas 18 vjetë. Edhe na nevoj di, ajtë shkoj me provu. Edhe kur shkum, sa 1.500 euro mi pagu një herë, tani edhe 5.000 me si të bëhat. Më theke sigur për 6 muaj është sigur. Do me thonë start, pa fillu asgjë. Aj, veç do ilaqesh nuk e di që ka në kona ato, veç